Territori i Kosovës për datën 18 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot i nxehtë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Gjatorëve të pasdites në disa zona kryesisht ato malore priten zhvillime lokale të vranësirave që mund të shoqërohen me rreshje të izoluara shiu dhe shtrëngata afat shkurtra. Paraditja do të ketë një mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja sjell shtim të përkohshëm të vranësirave me mundësi për rreshje të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 19 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 33 gradë. Era do të fryrë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 7 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 20 deri në 32 gradë Celsius. Podujev 19 deri në 31 gradë. Skënderaj 20 deri në 32 gradë. Pej 20 deri në 33 gradë. Prishtinë 20 deri në 33 gradë. Gjakov 20 deri në 33 gradë. Malishev 20 deri në 33 gradë. Gjilan 20 deri në 32 gradë. Ferizaj 20 deri në 32 gradë. Kaçanik 19 deri në 31 gradë. Suarek 20 deri në 33 gradë. Prizren 20 deri në 33 gradë Celsius.